Për 2010 janar edhe do shqiptarët edhe që tash jetojnë bashkë shqiptarët edhe serbët. A i pranojnë mes për pranojnë. Mune e kam alternatimin e të Kosovës. Që me thonë, që është pranimin? Zgjedhjet edhe të Kosovës, nuk jena njëtë nana, na i kena do tonat ata tuajt, asë njëherë se kena pas kaq problemet mëdha. Me ma thonë dikush, para 10 vjetë, jallë 15, jallë 30, që ko më orë koha, më orë Bratislav Kostiqi dërës, me la në detin dërës, kur s'kisha besu. As ma të vëgë në problem se këna bo sen, jena përzide me thonë, jena bo sërve shqiptarë, ka të thuje barabartë jemi qëtash. Jem një 3-4 shpi dikun para fërse shqiptare, një 2-3 shpi sërbe jenë, që ashtë tjera të janë thuje thata. Përshëndetje miq të gazetës Demos, gjendemi këtu në fshatin Gojbul të komunës së Vushtres. Ndërsa vendi jon vazhdon me përballje politike e madje edhe në forma të ndryshme kërcënimesh nga Serbia, kjo nuk reflekton në këtë fshat të komunës së Vushtres. Ky fshat i dominuar kryesisht nga serbët, ka rreth 10 apo 11 familje shqiptare që jetojnë në harmoni dhe fqinjësi të mirë me komunitetin serb. Se si është jetesa në këtë fshat dhe si kalojnë banorët ndërmjet veti këtu, do të shkojmë dhe të takojmë ata. Unë jam Bratislav Kostiq, jam banor i fshatit Gojbul, përpara jam kon përfaqësuesi i popullit serb që të komunët, edhe fillimin pe 2000-2008 parën jam kon 2 mandatet, jam kon kryetari i komiteti për komunitetet të komunës Vushtres. Na jetojna çështë na përpara, para luftës na jena kon në fshate ku e kanë jetu veç populli serb, deri në 99. Edhe mas luftën deri në vund, deri dikun 2010 na dikun, era tu veç na serbët për 2010 janar edhe do shqiptarët, edhe që tash jetojnë bashkë shqiptarët edhe serbët. Serbët jetojnë në 27 shtëpi në qatë fshatit, edhe shqiptarët, që jam sigur të sa janë, veç fshati Gojbula e ka rrit pak, fshati u konë shembull përpara, u konë që tu pe shkollën edhe pe që ka deri 200-300 metra, që tash fshati e ka zhvillu edhe ka shumë fshatin mrena, po na mungon gjithçka, ama basht gjithçka. Qërë jo e keni këqyrë ku e një harë qatë rrugën e keni këqyrë, edhe mundet me këqyrë edhe banderat të rrugës, asë një drita s'ka. Na i kena pas dritat, banderat krejt janë doptat, edhe krejt dritat që janë konë banderat, ata e kanë ljekë, kishe pëdën me qësë tjerat, fitit e ka përcen, na e në qëtash pa drit, pa kurqa. Me rrimen se kena problemin, shembull, vija që është ata që të thiret, banderat që të thëjmë, janë i dopta, janë i drurit. Edhe shembull, një era më frohet, na e metën pa rrimen. Ata i keqit e vinë, shembull, mas 2 sati, 3 sati, e ndreqet, veç apet që është komun, e kena bo me shkrimit, me thonë jo. Veç jena konë disa herë, edhe ja kena folë birelën në fundit, jena konë 2 serbë, 2 shqiptarët, ja kena folën me kryetarin, edhe a i na kanë thonë që shembull po dënë me na kri qështu, edhe një zgjedhje u shku, apet se kjo, zhubo kur gjë. Pa, na shembull sikur kojshijat e kena shembull një jetë, me shumicat e kena një jetë normala, qështu, nashta ju e keni po, që ta shumë e folja me një kojshit temë, e ka do problemat që janë gjiret, veç na shembull pikëshirë me institucione, me qështu me ndreq qatë problemet, mos mu bo problemet më të mëdha. Do rastet e inu me dhe na, veç qështu apet jena pak larkë, kura zgjedhjet edhe të Kosovës, nuk jena njëtë nana, na i kena do tonat ata tuajt, veç asë njëherë se kena pas kaq problemet mëdha. Kështu e kam gruen, qiken edhe nonën, e kam nonën, edhe të një vjeqar, dhe djali është me gruen edhe me fëmijën në Mitrovica, jeton relacionin Gojbula Mitrovica, edhe Mitrovica është pa punë, veç qështu. Une herën e të parë, jem konë në Shqipëri. Shqipëri jem konë dikun
komunitetin, me OSB dhe me do organizatat, sikur kryetari komiteti për komunitete nejse edhe qështu, edhe ta mas atë kohën, kërën e parë, kur jem shku në Shqipëri, kur e kom nisë mu shku në Shqipëri, se kom thonë kërkujna. Vetëm gru se kom thonë ku shkojmë. Tani edhe jem konë edhe 2-3 herë jem konë, edhe privat qështu. Edhe kur janë në konë shëqnin, në plazh, në Durrës, une më shka shku menin qështu, edhe njonim ka vetë, nejse kusha, ku e shku, qaj kish mene, kom thonë, me ma thonë dikush, para 10 vjetë, jallë 15, jallë 30, që ko më orë koha, më orë Bratislav Kostiqi në Durrës, me la në detin Durrës, kur s'kisha besu. Veç e ka drushu koha, e ka drushu edhe pozitar, edhe qështu, edhe qësh, jam i gëzuar që jem konë atje që e kom po Shqipërinë edhe popullit shqiptar që jetë atje. Vendin e parë të punës, nashta ju e keni, ma ke thonë dikush për juve që folim Shqipë, mirë sa sigurët edhe une që është mirë, veç une shembull për punë të mija, mund me kuptu me shqiptarët. Edhe në komunë, edhe në stacion policisë, edhe në kafe, edhe në qështë. Vendin e punës parë temen është, une e kom lonë në paralelën të juve, e kom lonë gjuhën serbokroate, para pej 86-ën dhe 89-ën, në lejtën. Edhe e kom su, shqiptarët e kom su gjuhën serbokroate. Edhe në atë kohën, qatë fshatin ku e kom punu une, janë konë veç nga 3 sërbët janë konë, shumica janë konë shqiptarët. E une e kom shoqnu me kolegat, me popullet shqiptarët, qështu e kom su edhe gjuhën Shqipa. Edhe kur jem konë zonëse, në gjimnazin, në shembull, edhe shkollën fillore, unë që tash e dim edhe hemrat e profesorët e të mija, ku qilet ma kanë dhonë gjuhën Shqipe, shembull kë dikush po thëtë e kom arru, në zonësat, kur e kom punu në si kur rësimtarit, zonësat e ka, po thënë, e kom ditë veç e kom arru. A qaj njëri që i mësohet me gra biciklën, kur s'arrohet, a? Mas 20 vjetë me volë biciklën. Në shembull, atë kohën e kom su vjershet, në gjuhën Shqipe. Edhe që tash e kam men, në shembull, e dimun e vjershën e Qajupit, Anton Zako Qajupi, e ka një vjersh cilë dhe ti e të fshati ema, unë e qatë vjershën e dim edhe që tash. Kur e keni me rakbuj me thona, malet me gurë, fushat me barë shumë, arat me grur, më tutje një ljumë. Shati për karshi, me kishe me vare, rocu ca shtëpi të voglat fare. U e tëftoft, era pune male, bilbili ju a thot, gratë si sërkale. Edhe qështu vazhdohet. Jeta është i shkurt, nështë është i mirë veç. Veç është mirë, më tu njerëzët bashkë. Politika e ndrohet, njerë, une, kur që më dalë, unë qëtu e kom lindë, në Gojbulje. Edhe, kur që më dalë për Gojbulje, a kom jetu 5 shtet. U konë SFRA, Socialistiska Federativna Republika Jugoslavia. Tani u konë, Savezna Republika Jugoslavia. Pa u konë Serbia i Crna Gora, pa u konë vetëm Serbia, qëtash Kosova. 5 shtete kom jetu, kur që më dalë për Gojbulja. Gjithë e kom lidë Gojbulje, kom jetu në Gojbulja, e kom jetu në 5 shtetë. Shkojmë qështu, kom familjen në Serbi, shkojmë me vizitu familjen, unë e kom dokumentat edhe të Serbisë edhe të Kosovës. Unë jam panor Kosovës edhe panor të Serbisë. A i pranojnë, mas pranojnë. Unë e kom letër nëftimin e të Kosovës. Që me thonë, që është pranimin? Rrimin e pagujmë, tatimin pronë e pagujmë, edhe letër nëftimin e të kom, që me thonë? Unë jam Nasser Huseni, me shpi në Gojbull këtu për 2011-12 që në ardhë, edhe prej ardhën e kemë për sholës, dhe me thonë, ka qanë dhe t'jem në vështrejnë në ardhë, tani në ardhë që shpi në 2011, ose 2012 që ato dikon para përsështë. Po, nuk ka pas këtë, dhe me thonë një pore, jëmë konë unë që jem ardhë, pa ta blekit shpi këtë, tani, as një 2-3 vjetë, ardhë në këj shi këtë, tash jenë bo, jena bo. Dikun një 2-13 shpi jena bo. Mirë në kam pritë, mirë. S'kem pas problem, kur s'kena pas probleme me që.
mirë na kam prit. Na morë një kafe të qajeve, atje ka pak, unë e merë gjithmonë me do tregtia ka pak, edhe tani përmes një kushërinë niva që përshitet kjo shtëpia këtë, kisha nevojë me ble dhe bleva erdha. Erdha këtë, s'kam pas të lashe mirë këna kaluar përgjithsisht. Kur farë, as ma të vogël problem se këna bosan. Ja, la ndryshime s'ka pas veç saj për këtë banorëve po, banorë po do e kanë shuë, kanë ble, do me thonë pe i neve kanë ble shtëpia dikon po, një 3-14 shtëpia, 15 i kanë ble, përzite me thonë, jena bo sërve shqiptarë, gati thuje barabartë jemi stash. Kur që këtë s'është investu saneq, pesë jemi në këtë nuk është investu kur që. Është rrugë, la me kemë rrugën, la me kemë arsye pëse s'kanë investu këta pushtetarët, nuk e di. Nuk e di, kur farë investimi këtë s'ka sa. Jo, për mua jo, flasëm rrugë, më taku pa problem, na i përshëndetje, diçka, ma nejna jo, diçka ma shumë mirë. Ja, shkolla kon këtë, edhe është hale, dhe me thonë këtë vetë sërbët kam mësu, fëmija shqiptarëve nuk kanë morë pjesë këtë shkollë. Ka pas valla kërkesa këtë pej do familjarëve këtë që me ja mundësu thmive me mojtë mësimin këtë, po jo, s'kanë mujtë atë arsyet politike, kanë bot vetën se di, komuna s'është merë me atë punës, nuk e di veç shkurt këtë shqiptarët nuk kanë mujtë me mësu këtë shkollë. Edhe sot do shkolla këtë hale, do me thonë funksionën veç për sërbë. Po alla, në kam bëjë ndalë këtë, kanë pritë këmbën edhe dukon po alla, gati 3 kilometra, kjo Qajupi shkolla, Qajupi, atje në shkollë, thmi janë shkollë në po. Veç me kam bëjë në shkollë janë komë. I ka që këmbën, normal e këna pagu me pare, pa pare. Me të thonë drejtën edhe para lufte, ku kom jetu atje në qytet, edhe atje ku në pos, do me thonë shumicë e sërba e lagje, në konë 3 shqiptari e mikon, edhe paka shumë para lufte, do me thonë, kom jetu me ta nuk e kom po diçka të madhe me hi këtë në këtë katën, edhe pse o kom këgja problem për me hi këtë, po nëse kom marë parasysh aty probleme, më ka kom venu trulli shpia, edhe e kom ble, edhe gjithmonë kom pas qef paka shumë periferit qytetit, me jetu qytetin nuk e pëlqej shumë. Nuk e pëlqej, është ari maj pastër, qetësia është me mirë. Kanë prit mirë më kanë prit, s'kom pas problem, kur farë probleme s'kom pas me ta, kanë përshëndet, rrugë i kom përshëndet, s'kem pas heq problem në atë drejtim. Një 2-3 vjetë jem konë vetëm, ta mas 2-3 vjetë, orat jo, një vesekovë se të pardëzë, shkëru me tani veç, se kom pas të lashën atë punë kur, se kom logaritë që vjen ashtë dhe kërkush, po në jom hi vetë, kom le dhe nuk kom pas problemat punë kur. Nuk e di që me thonë shumica janë jashtë, përëndim që të është një restoran, i kanë shu thuve ka tunët me shumic gati, i kanë shu, ka pak tu, kanë dikush. Ati është një grabanesjen e ta kanë një firmë, për lëpe, kanë ata merën me bujqime, po ata merën me tukë, me bujqime, mojë lëpë. Atyrë të ujë, në për puna shtetit, kanë në mëske, veç në i përshëndetje, në rrugë. Për afërsisht, jënë dikon një 50 shpi krejt, por një pjesë jenë pabanu me këtë. Dikon, jenë një 3-14 shpi, dikon për afërsisht shqiptare, një 2-13 shpi sërbe jenë, që ashtë tjera jenë thuje të thata. Por shumica janë sërbe, që kanë langë këtë, shkuosën veri, ose kanë praktisë venën.